E ke seriozisht çfarë quaj unë dashuri? Po, çfarë quan ti dashuri? Pse? Ka shumë mënyra për të... Po si t'jap dhe nuk t'i tani çfarë quaj unë? Idiotit. Ja, ma thuaj kështu në gjuhë shqipe. Në kuptimin tim, dashuria është ta duash tjetrin njësoj si veten. Po zakonisht njerëzit nuk e duan veten. Jo, kush thash njerëzit? Nuk e duan njerëzit veten. Ç'o thua Mari? Nuk e duan. Nëse njerëzit do ta donin veten, nuk do ishin kaq veçkatrues. Kjo është tjetër gjë. Unë besoj që njerëzit e duan veten në lind me njeriu. Po pse janë veçkatrues? Apo se u pëlqen ta veçkatrojnë veten? Janë veçkatrues sepse varet me çfarë problematika është arritur, me çfarë stampa shablonesh apo sjelljesh të instaluara në kokë janë arritur. Dhe njerëzit që bëjnë sjellje veçkatruese, nëse vetëdijsohen, do donin ta ndryshonin, por nuk e ndryshojnë dot. Pa, a mund ta duash në këtë sens atëherë? A mund ta duash vërtet dikë siç do veten tënde? Unë besoj që po. Kama, përveç fëmijëve? Po. Një njeri tjetër adult? E do. Sa veten? E do. Mund të duash veten ndërmjet ti ose saj. Jo, e do njësoj si veten tënde, edhe kur mund të jetë kundër interesave të tua, ose edhe kur ka gjëra që mund të prekin egon tënde, ti tjetrin e do. Sepse për mua kjo është dashuri. Kjo është filozofike pastaj. Po si filozofike? Filozofike, ja ta them se. Dashuria e gjitha filozofike është. Mos ma trajtoj, mos më fol mua ashtu ti, se si e në shtëpi tënde këtu. Ja, është.